dihet mirëfilli dhe është konfirmuar edhe në raportet e Departamentit Amerikan të Shtetit dhe raportet e Parlamentit Evropian, se ajo çfarë është duke ndodhur në Serbi ndaj shqiptarëve është spastrim etnik me mjete administrative. Dhe këtë e bëjnë duke i larguar nga listat e votuesve, duke i lënë pa nënshtetësi, dhe ka edhe shumë shkelje të drejtave të tjera fundamentale, të cilat janë në kundërshtim të plot me detyrimet ndërkombëtare që Serbia i ka marrë nëpërmjet konventave ndërkombëtare. Tani, siç e dini, unë kam ngritur zërin për këto shkelje nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara deri te Parlamenti Evropian, dhe këtë e bëjmë në arenën ndërkombëtare vazhdimisht, sepse në Kosovë ne jemi shembull i jo vetëm mbrojtjes së të drejtave të komuniteteve pakicë, por në të njëjtën kohë dhënies së të drejtave të cilat është zor të gjenden në Shtetet të Bashkimit Evropian nëpërmjet kushtetutës sonë, përfshirë të drejtën e vetë ose shumë çka tjetër, kurse në anën tjetër në Serbi kemi një sistem represiv i cili vazhdon. Reciprociteti i të drejtave natyrisht është diçka që unë kam përkrahur për më shumë se një dekadë, sepse kjo do të nënkuptonte që aq të drejta sa i jipen pakicave në Kosovë, aq të drejta do duhet i jipeshin edhe shqiptarëve që jetojnë në Preshevë, Medvegjë e Bujanoc. Fatkeqësisht kjo është diçka që është refuzuar vazhdimisht nga Serbia, e cila nuk ka treguar ndonjë interesim që të zbatoj detyrimet e veta ndërkombëtare sa i përket mbrojtjes së të drejtave dhe lirive themelore, por kjo nuk do të thotë që ne të ndalim së ngrituri zërin dhe së kërkuari përkrahje ndërkombëtare në mënyrë që edhe shqiptarëve në këto komuna tu mbrohen këto të drejta.